Ngushtica e Tajvanit ka hyrë sërish në një fazë të theksuar tensioni mes dy zhvillimeve të sinkronizuara që reflektojnë pasigurinë në rajonin indo-paqësor. Autoritetet tajvaneze kanë nisur shpërndarjen masive të manualëve të emergjencës, një iniciativë e re që synon të forcojë ndërgjegjësimin publik dhe gatishmërinë civile përballë skenarëve të mundshëm të krizave. Dokumentet të cilat pritet të shpërndahen në miliona kopje përfshirë udhëzime konkrete mbi mënyrën se si qytetarët duhet të sillen në rast të një sulmi, orientime për gjetjen e strehimorëve antibomb dhe këshilla mbi përgatitjen e pajisjeve të emergjencës. Paralelisht, Kina ka rishfaqur me tonë të re qëndrimin e saj për ribashkimin me Tajvanin, të cilin e konsideron si pjesën e saj të pandashme. Përmes një mesazhi të publikuar nga ambasada kineze në Japoni, Pekini përsëriti se do të bëjë çdo përpjekje për të arritur ribashkimin në mënyrë paqësorë, por pa përjashtuar përdorimin e forcës ndaj çdo forme të asaj që e quan separatizëm i pavarësisë së Tajvanit. Në qendër të reagimit të Kinës ka qenë edhe deklarata e kryeministres japoneze Sanei Takaichi, e cila me 7 nëntor përmendi mundësinë e përfshirjes së Japonisë në rast të një sulmi kinez ndaj ishullit. Mesazhi nga ambasada paralajmëron Tokyo se çdo vendim i tillë do të përballej me një përgjigje të vendosur nga ana e Kinës, duke shtuar një dimension të ri tensioni me marrëdhëniet Pekin-Tokyo. Dy zhvillimet, paralajmërimet e Kinës dhe fushat informuese të Tajvanit nënvizojnë përkeqësimin e klimës së sigurisë në rajon dhe gatishmërinë e palëve për skenare të ndryshme në një kohë kur komuniteti ndërkombëtar vijon të shqetësohet për ruajtjen e stabilitetit në Indo-paqësor.